Donald Trumpi do të takohet me Xi Jinping. Çfarë mendoni për këtë mega marrëveshje për cilën flasin të gjithë? A ndjen ndonjë lloj forme? Dëgjoni, unë nuk fola me ta, sepse siç ju thash isha në Riyadh, kështu s'pata kohë që ti merrja në telefon e ti thosha çfarë do bëni nesër. Por my assessment is very simple that vlerësimi im është shumë i thjeshtë që çdo marrëveshje midis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e anasjellta është e mirë për të gjithë dhe çdo konflikt midis tyre është keq për të gjithë. Kjo është ideja ime, kaq e thjeshtë. Dhe një marrëveshje ku Tajvani po pse shkon te skenaret katastrofik gjithmonë? Është puna ime. Je i martuar apo ende beqar? Mendoj që kjo marrëdhënie po me ju po ecën shumë shpejt. Po mund të më thuash. Mund të më thuash. Jo, nuk jam i martuar. Nuk je i martuar. Po të duash një martesë të lumtur, mos shko tek skenaret katastrofik përpara se të martohesh, se do mbetesh beqar për jetë. Dhe do të ishte katastrofike. Kështu që unë nuk do të shkoja aty fare. Ata janë po takohen për një marrëveshje tregtare, nësa kuptoj, dhe pas asaj çfarë ka ndodhur është shumë e qartë që të dy duhet të arrijnë një marrëveshje, sepse e dini atë thënien, kur Amerika të shtin, bota kollet. Kur Kina të shtin, bota futet në karantinë, kështu që duhet të bëhen bashkë për më të mirën e botës, sepse të shtin dhe mund ta përballojnë, po ne se përballojmë dot as të kollemi e as të futemi në karantinë për shkak të tyre. Faleminderit shumë Edi Rama. Kemi edhe 2 minuta të mbetura. Vetëm 2 minuta? Po sa filluam të njihemi tani? Më thuaj që nuk mund të vazhdojmë? Po mendoj që do të kemi shumë mundësi. Mendoj që është fillimi një marrëdhënie të gjatë. Një pyetje aty? And a question, Umberto Eco was, a definition of a question is a short sentence. Umberto Eco e përkufizon të pyetjen si një fjali të shkurtër me pikpyetje në fund. Përshëndetje, unë jam nga Shqipëria e Madhe. Nga Italia, nga Shqipëria e Madhe. Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. Pyetja ime është, ju folët për nevojën e një leadershipi në një botë shumë polare e shumë paqe, por Bashkimi Evropian ka nisur një iniciativë për sigurinë e vet. Dhe tashmë ekziston mundësia për të përjashtuar Turqinë për shkak të keq kuptimeve dhe problemeve me politikat e brendshme të Turqisë. Si mund të luajë Bashkimi Evropian rol në skenën globale, në qoftë se kemi një problem të tillë me politikën e brendshme të një pjesëtari themelor që është Turqia? Dëgjoni, Bashkimi Evropian është një pacient me 27 mjek, e jo vetëm 27 mjek, por të 27-ët janë mjek patolog, dhe kjo e bën edhe më të ndërlikuar gjën. Por vlen po kështu të thuhet që ajo çfarë ka ndodhur që prej agresionit rus ka qenë pozitive, shumë pozitive, sepse në vend që të bëhej më i përqar, Bashkimi Evropian u bë më i bashkuar. Dhe po kështu edhe në opinionin publik nevoja për unitet, për të qenë bashk, për të mos u larguar si pula, është bërë e qartë. Po të kisha përgjigjen e një pyetje kaq të madhe, do të kisha kandiduar për të bërë mbreti i Europës, por nuk jam në qëndje të përgjigjem, t'ja përgjigje për të gjitha pyetjet. Ajo çfarë di dhe të gjitha ata që kanë një logjik dinë është që është një projekt ende i papërfunduar.
është ende në gjysmë të rrugës. Nuk është ende ajo çfarë etrit themelues pan në vizionin e tyre e nisën ta ndërtonin. Kështu që vendimi që do të merret është të përfundohet ky projekt dhe të bëhet një forcë e mirëfill në një lojë tërësisht ndryshe, apo të vazhdohet e të tërhiqemi zvarr në këtë lloj mënyre dhe të bëhemi gjithmonë më të parëndësishëm. Dhe kjo është shumë e qartë për mua, sepse kur shohim shifrat, Bashkimi Evropian apo Europa si e tillë, ashtu si shpres kryeministria juaj që pati instiktin për të mbështetur e ndërtuar punën te një traditë e vjetër franceze që nisi nga abati Shën Pjetrit, i cili në traktatin e tij për paqe të përhershme ishte mjaft i qartë. Po ta lexosh sot abatin e Shën Pjetrit, i gjen të gjitha përgjigjet. Se si ky kontinent mund të ketë paqe të përhershme. Ai përfytyronte një kontinent që ishte i bashkuar. Dhe gjeni se nga perëndimi në lindje nga Franca në Rusi. Abati Shën Pjetrit. Emmanuel Macroni e shtyu më tej kufirin duke i dhënë jetë asaj krijese që quhet Komuniteti Politik Evropian. Tani sa u takon shifrave PBB-s, popullsisë, kështu me radhë, po ti bësh bashk 500 milionët, është një forcë e jashtëzakonshme, por nuk është një vend. Kështu që Bashkimi Evropian është një emër, një organizat, apo projekt politik, por nuk ka as edhe një metër katror të vetin. Çdo metër katror i Bashkimit Evropian është metri katror i dikujt që është pjesë e tij. The answer is Ndaj, përgjigja është ti përgjigjemi kësaj pyetjeje. A duam të shkojmë përpara me projektin, apo do të vazhdojmë ti bëjmë të dyja në të njëjtën mënyrë dhe të shpenzojmë sasi të jashtëzakonshme parash për të militarizuar Europën me pasoja të cilat shpresoj që e kam gabim, që shpresoj të gjithë ata për cilëve përpiqem të mësoj të kuptoj e kanë gabim që për pak vjet do të jemi të thyer, do të jemi pas gjë, dhe do të kemi armë, do të kemi mjete luftarake të ruajtura diku dhe të jetë pjesë, do të kemi një histori pak kënaqësie kështu me radhë, nuk po flas për revolucion, sepse fjala revolucion në pikërisht këtë vend në cilin po flasim nuk është shaka, nuk është diçka si në Itali apo në Shqipëri. Kur shqipton fjalën revolucion në këtë vend, e di që njerëzit tu nuk bëjnë shaka, ne bëjmë shaka, apo jo, italianët dhe shqiptarët. Prandaj ne do t'i mbijetojmë çdo luftë bërthamore.